një kombë, një shtet, edhe pse jo që këto projektet vogla, që vi nga ky vend i vogël, dalin për te. Edhe kemi pas jashtëzakonisht shumë suksese ndoja të shfaqjeve, të filmave, i dim, por që tjetër është që mundësit që po u jepen, po janë tepër të vogla për të shku edhe me e arritë prapë edhe me vazhdu ndoshta me pas edhe ma shumë suksese. Ashtu është, njënë nënë është fat e mirë që po jepen jashtë, po prezentohen edhe po vlerësohen, mandje edhe me çmime, si në kinematografi, si në teatr. Kryesisht tashmë kemi edhe suksese të mëdha të kinematografisë tonë të Kosovës. Kolegët që kanë realizuar filma shumë cilësor, kanë prek ndoshta tema që deri diku kanë qenë edhe tabu, edhe nuk janë fol shumë, as në publik, as në kuadro tjera. Po, prapë se prapë duhet me pas një fokus më të madh, se si që thatë është ftyra një kombi, kultura. Kulturat përfaqëson sporte, kjo është dëshmu edhe në viteve të fundit, me gjitha sukseset, me gjitha të arritunat profesionale. Po sidomos kultura me gjitha sferat të saj e përfaqëson një popull. Kështu që duhet me pas një orientim sa më të madh, me i kushtu sa më shumë rëndësi institucionale e të tjera. Si e gjenë të gjitha këto vite karierë, Alban? Më intereson shumë dia, ka pas mjaftu shumë projekte sa për të bërë një jetë dinjitoze. Të e marë parasysh që jo të gjithë, apo në vendin tonë nuk është se edhe është një pagesë e duhur krahas gjithë punës që bëhet. Si aktori skenës pavarur, ke projekte të ndryshme. Ndonjëherë mundet me qenë një projekt shumë i madh, me qenë është një kohë dhe pak ma e shkurtë e punës, po fitimi në fund i avlen, gjitha rastet. Ka projekte tjera që ndoshta mundet me qenë një kohë ma e gjatë, proces ma i gjatë i punës, po pagesa nuk është dinjitoze ose aq sa e meriton për atë angazhim tënde. Kështu që krejtësisht projektet janë të ndryshme, unë për vete jam gjetë mirë, ndoshta 7 vite pas përfundimit të diplomimit, kam pas dhe projekte të mëdha, projekte tjera mesatare, po kam bo edhe pun tjera, normal, si gazetar një kohë, për shkak se kom studiu dhe komunikim masiv, edhe kom përjetu pak atë punën në teren ose në redaksi, me intervistat të ndryshme, me kronika televizive, kështu që deri tash jam gjetë, po prapë se prapë t'i synon me pas edhe një stabilitet ekonomik, financiar, një sigurim më të madhe të punës, edhe një mori, një sasi më të madhe të projekteve, që mund me qenë këtë rast edhe serioze të mirëfillt artistike. E që mungon? Mungon, kryesisht. Kjo mungon tek ne, edhe po themi një shumicë e mire e aktorëve nuk është se e kanë këtë stabilitetin, prandaj jo që detyrohen, po thjesht duan që ta kenë një jetë pak më të mirë edhe më pas e kanë një farforme si obligative, po themi për ta bërë edhe një punë tjetër krahas aktrimit. Çfarë thot skena e pavarur si aktor? Skena pavarur i ka ato të lashet e veta, për shkak se si që ceka nuk e kia të sigurin që mundesh me i llogarit mirë sa punë mundesh me i kry brenda vitit, është do të thot një teren i paparashikueshëm. Sa mundesh me pas në shta punë, mandje e ki një periudhë qetësisë, që periudhën e rehabilitimit që e quajnë ndonjëherë, për nëse ki pas një projekt me një volum të madh të punë, të angazhimit, kështu që i ka ato sfidat e veta, unë mendoj që i çdasht me pas një organizim, me qenë një grup i aktorëve të pavarur në këtë rast, për shkak se edhe teatrot rezident në qytetet tona nuk e kanë atë hapësinë që me i punësu të gjithë. Mandej ndihet nevoja që edhe me punësu aktor shtesë në secilin prej qyteteve, me atë sa kam pa, sa kam informacion. Kështu që i çdasht me pas edhe një grup të aktorëve të cilët e kanë një mbarvajtje të rregullt punëve, një projekte specifike sa duhet me i kry brenda vitit, që me pas ndoshta edhe një rrogë fikse, po kjo mu rregullu në mënyrë institucionale. Pikrisht. Të flasim pak për rolet në përgjithësi, sa është e vështirë tani me ndërtu një rol edhe a ka raste kur ti thjesht të zhdasht apo se ke patë arsyeshme për me pranu një rol në ndonjë projekt? Roli dihet që ndryshon prej një tjetër, projekt ndryshe, varet shumë edhe prej konceptit regjisorial,